Mbeturinat vijojnë të mbeten një shqetësim serioz përgjatë aksit rrugor Shkodër-Hani i Hotit. Në disa pika të këtij segmenti vërehen grumbullime të mbetjeve të ndryshme, të cilat jo vetëm dëmtojnë mjedisin, por krijojnë edhe një pamje të pakëndshme për kalimtarët dhe vizitorët. Situata paraqitet më problematike në zonën e fshatit Vrak, ku hedhja pa kontrolluar e mbeturinave është kthyer në një fenomen të përsëritur. Mbetjet në rrugën Shkodër-Hani i Hotit vazhdojnë të jenë një ndër problemet më shqetësuese për zonën. Në shumë segmente të kësaj rruge, anësorët janë të mbushura me mbeturina të hedhura pa kriter, duke krijuar kështu jo vetëm një imazh të shëmtuar, por edhe një rrezik të madh për shëndetin e banorëve, ku këta të fundit kërkojnë që të merren masa konkrete. Kena pa kërkesë me na mu tubat, me mosh këtë vend këtu, atë na dhome ti merr makina dhe i këshon bundet. Çfarë edhe koshat i kanë prunë, po janë fëmijë pa në gjishim i fjalë, fëmijë aty i ladrojë hedhin takun kanal hajtullah marr. Po bashkia me thonë drejtë zotit vinë për çdo ditë. Kanë ardhur me fadroma me pastruaj. More sa i fadroma vjen burribos me karroca me e hedhin kanal. Duhen koshat, s'është kërkuar me shidi s'ka. Ai kanë pastruar ndonjëherë? Po i kanë pastruar. Po i kanë pastruar. Edhe pse Bashkia e Malësisë së Madhe ka ndërhyrë disa herë për pastrimin e zonës, mbetjet rikthehen sërish, duke krijuar një imazh të shëmtuar dhe duke bërë problemin të vazhdueshëm.